Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin Betimi për drejtësi. Sot do të flasim për sfidat e gjykatës së apelit në Prishtinë në një intervistë me kryetarin e kësaj gjykate, zotrin Valion Totaj. Zoti Totaj, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, si e vlerësoni gjendjen aktuale të gjykatës së apelit në aspektin e ngarkesës me lëndë dhe punës në përgjithësi? Po, shiqoni, gjykata e apelit është mjaft e ngarkuar si me lëndë, si me angazhimet e tjera, por vërejmë që domthon këto 4-5 vitet e fundit çdo vjet e më shumë është në rritje numri i lëndëve, fatkeqësisht themi. Edhe pse gjithashtu edhe numri i lëndëve të përfunduara është në rritje, por ka prap themi diskrepancë në numrin e lëndëve të cilat vinë në gjykatë dhe numrin e lëndëve të cilat përfundohen. Dikun aktualisht i kemi rreth 35 milion që i kemi në punë, domthon të papërfunduara, përfshin edhe lëndë që kanë ardhur në këtë muajin janar dhe shkurt këtë pjesë të vitit 2026, po pjesa tjetër është lëndë të cilat janë bartur nga vitet tjera. Po është një numër konsiderueshëm i lartë, përkundër faktit që kemi një numër të konsiderueshëm tani edhe gjyqtarëve, po edhe stafit tjetër, që për stafin tjetër administrativ ndoshta më thonë që kemi nevojë edhe më tutje, por ardha e madhe e lëndëve domthon e bën vetën dhe pastaj këto lëndë në një farë mënyrë po krijohen në formë stoqe, themi kështu. Kryetar, raportet e Institutit Kosovës për Drejtësi vazhdimisht evidentojnë vonesa në trajtimin e lëndëve dhe tejkalim të afateve që konsiderohen të arsyeshme. A ka problem të tillë edhe gjykata e apelit? Po tani vetë fakti që na kemi një numër të madh lëndëve edhe që çdo vit më shumë domethënë jemi të ngarku, të paktën në këtë vitin 2026 me ardhet enorme të themi të lëndëve, normalisht që kjo përkthehet pastaj edhe në vonesë në përpilimin e vendimeve ose përfundimin e një lëndë të caktuar. Tash varësisht për çfarë kategorie mund të flasim ose çfarë departamenti, normalisht edhe rezultatet janë të ndryshme. Për shembull në lemin administrative nuk ka qenë keq gjendja, përkundër asaj që tani kohën e fundit aty veç ka filluar mu ngarku edhe ai departament dhe edhe aty ka filluar ndoshta mu tejkalu afati ligjor i përfundimit një lënde. Në penale prap domethënë mund të ketë vonesa, por prap është më mirë se sa krahasu me departamentin e përgjithshëm divizionit civil ku realisht janë vonesat më të mëdha. Dhe kjo është krejt si pasojë e numrit më të lëndëve që vinë, ardha e numrit enorm të lëndëve mbi të ashtu quajtura baza që rrjedhin nga kontratat kolektive, ka bërë që në një farë mënyrë lëndë të tjera në si më thonë masë të caktuar, realisht që janë kontestimore domethënë të mbeten të patrajtuara brenda afateve të caktuara dhe kjo pastaj prodhohet normalisht edhe me shkeljen e këtyre afateve, po edhe me një farë mënyre me tejkalimin e kohës arsyeshme të themi ashtu të pritshme prej qytetarit që t'i ndahet drejtësia ashtu siç edhe e pretaj. Është e pamundur, mendoj unë, që në një situatë kur kemi një numër të madh lëndëve, të ardhje e madhe e numrit lëndëve, të mujmë, si më thonë, të jemi si më thonë konsistent në respektimin e afateve. Ne si për shkak të disa masave që kemi ndërmarrë brenda menaxhimit gjykatës dhe rishpërndarjes lëndëve, përkatësisht barazimit të disa lëndëve, kemi arritë që me një farë mënyrë nëse e marrim në planin kështu pak më afatgjatë 4-5 vjeçar, ta zvoglojmë kohëzgjatjen e pritshmërisë së zgjidhjes së lëndëve, për shembull në civile po flas, ka qenë dikon 5.5 vite, kum thonë to disa herë në për takime, po edhe në formate tjera. Tani është dikon 2 vjet e gjys. Domthonë kjo ka qenë një arritje që mendoj që e bën krenar jo vetëm gjykatën e apelit, por krejt sistemin e gjyqësisë. Por kjo ka qenë maksimumi në këto rrethana të cilat gjykata e apelit është duke u ballafaquar, sepse normalisht që me ardhen e numrit më të lëndëve do të vim në një situatë kur realisht në një vit të caktuar ne do të ballafaqohemi që tër vitin ndoshta mos mund ta përfundojmë lëndë e një viti të caktuar, sepse deri më tani për ta zvogluar këtë kohëzgjatje ne ja kemi dalë që ndoshta brenda një viti ti përfundojmë lëndë e 2 viteve që kanë qenë më herët. Por kjo ka ndodhur deri në lëndë e vitit 2023, respektivisht tani 24, kur veç janë bërshur këto lëndë nga bazat e kontratave kolektive dhe tani ato janë një numër enorm i lëndëve, domethënë është e pamundur që ato lëndë të përfundohen, qoftë ndoshta edhe një viti, brenda një viti të punës së gjykatës së apelit.
Në cilat fusha vlerësoni që ka pas progres, megjithëse e theksuat pak, e në cilat fusha ka pas regres nëse ka pas? Po nëse bazohemi në të dhëna statistikore, në secilën fushë ka rritje të numrit të përfunduar të lëndëve, por shkalla e efikasitetit llogaritet sipas ose një formule që është lëndë të ardhuna me lëndë të përfunduara. Tash nëse e marrim këtë formulë atëherë i bën që divizioni ose lëmia më problematike është ajo civile, sepse aty kemi një numër enorm të madh lëndëve që janë të ardhuna dhe përkundër asaj që kemi një numër gjithashtu shumë të madh të lëndëve të përfunduara, prapë kemi diskrepancë dhe kjo diskrepancë fatkeqësisht deri në këtë moment është veç duke u rritur. Pra sfida kryesore mbetet lëmia civile, megjithëse edhe tani për tani edhe lëmia administrative është duke na sfiduar, por edhe pak edhe për arsyet tona të brendshme, sepse aty tash për momentin i kemi vetëm 2 gjyqtar. Dhe gjatë këtij viti pritet një gjyqtar të arrijë moshën e pensionimit dhe kjo fakt ka ndikuar që në një farë mënyrë edhe në departamentin administrativ të kemi një rritje të numrit lëndëve, por jo vetëm kjo, sepse normalisht që edhe nga gjykata themelore e Prishtinës, departamenti administrativ ka një rritje të numrit të kryerjes së lëndëve, ka shtim të numrit gjyqtarëve aty sigurisht. Pastaj ne kemi pasur një lëvizje të një gjyqtarës që ka kaluar në gjykatën supreme dhe ka dhënë efektin e vet, themi kështu, në rritjen e numrit të lëndëve në departament administrativ, por rrjedhimisht pastaj edhe në kozgjatjen ose rritjen e kozgjatjes së kryerjes. Edhe pse ka qenë një departament shumë efikas që kozgjatja mesatare ka qenë rreth 1 vjet e përfundimit të lëndëve në gjykatën e apelit. Por besoj që shumë shpejt tani do të diskutojmë, veç Këshilli Gjyqësor është ndjeni për këtë gjendje dhe na kanë premtuar që shumë shpejt do të fillojnë me marrë, si më thënë, veprimet që u takojnë aty për me marrë kuptimin e shpalljes së konkurseve, përkatëse dhe plotësimit të këtyre vendeve. Ne duhet ta kemi parasysh tani që në raport me lëminë administrative, për shembull, gjykata administrative është në formim me sipër dhe ajo do të ketë impaktin e vet pastaj edhe në gjykatën e apelit, sepse shkalla 2 gjykuese do të mbetet në gjykatën e apelit. Dhe ne mendoj që viti 2026 do të jetë viti i lëmisë themi kështu administrative, të paktën edhe për themelore, po edhe për neve në gjykatën e apelit, sepse duhet të jemi të përgatitur që së paku mos të krijojmë edhe një si më thon fushë të caktuar ku do të kemi grumbullim të lëndëve sikur që e kemi momentalisht në lëminën e civile, e që realisht dhe potencialisht ka mundësi edhe aty që të krijohet një situatë pak a shumë e tillë. Në fushën penale kryesisht rezultatet edhe të arriturat janë të njëjta sikurse vitet e kaluara. Është një trend kështu normal të themi në kuptimin e efikasitetit, ardhes dhe përfundimit të lëndëve. Ka pas situata kur disa raste kanë zgjat pak më shumë në përpilim të vendimeve, janë përfunduar ato. Ne duhet me kuptuar që në departamentet e caktuara, qoftë krime të rënda, po sidomos në departamentin special, ka raste ku janë të përfshin, si më thonë, një numër i madh i palëve, ka shumë prova, ka shumë foldera, normalisht edhe pastaj kjo ndikon edhe në vetë kozgjatjen ndoshta të përpilimit në vendimi, po kryesisht është e menaxhueshme. Çështja politikave ndërshkimore dhe çështja e harmonizimit është çështje në vetvete, po flas vetëm për çështjen e efikasitetit. Kryetar, një prej problemeve që e kemi diskutuar edhe në të kaluarën ka të bëjë me lëndët që janë kthyer në rigjykim. Ka pas kritika që ka pas një përqindje pak më të lartë të rasteve që janë kthyer në rigjykim dhe rivendosje. A ka ndonjë përmirësim në këtë drejtim? Po, kthimi i lëndëve në rigjykim është një problem që, si më thonë, ka përcjell sistemin gjyqësor ose gjykimin instancional që një kohë. Dhe pak a shumë ne përcjellim trendet, me qenë se jemi si gjykatë instancës dytë edhe në region, se si janë këto trende, ose sa është shkalla përqindjes së kthimit këtu në lëndë. Normalisht në shtetet po rreth varësisht prej shtetit ka dallime, ka dikun që është më mirë, po ka edhe që ndoshta është situatë parafërsisht e njëjtë sikur tek ne. Ne kemi marrë një gjendje për shembull rreth vitit 2020-2021-2022 kur ka qenë rreth 20% numri total i gjitha lëmive të themi i kthimit të lëndëve në rivendosje. Tani e kemi zvogëluar këtë përqindje në bazë statistikave. Varieron normalisht prej vitit në vit, është dikun përgjithshëm ta marrim kështu dikun rreth 15-16%. Edhe këtu prap shkalla më e madhe e kthimit të lëndëve në rivendosje është në civile, natyrshëm, sepse
numri më i madh i lëndëve dhe është nga kjo lëmi, nga kjo fushë. Në administrative për shembull e kemi 7 ose 8%, dhe disa lëmi të mitur e kemi ndoshta rreth 7%, por pastaj kur hin në numrin e përgjithshëm me lëndë të tjera, më rrin rreth 14, 15, 16% varësisht prej vitit. Që mendojmë që është në nivel krahasimor me shtetet në region, domethënë aty përputhet. Sigurisht që intenca jonë është që ky nivel ose kjo shkallë, domethënë e kthimit lëndëve vendose të jetë edhe më e vogël. Por duhet ta kemi parasysh, e kam thënë edhe në takime më herët, mos gabofsh edhe me ju, po edhe në situata të tjera ose në formate të tjera që nganjëherë thjesht është e pamundur që lëndat mos kthehet në vendosje. Edhe më mirë është nga gjykata e instancës 2 të kthehet në vendosje kur ka shkelje ose ka përcime temi procedurale, sesa të pritet që lëndat të shkojnë në nivelin e gjykatës supreme dhe pastaj prap të fillohet nga fillimi që për qytetarin do të ishte edhe dëm më i madh. Normalisht që këtu duhet diskutime, duhet, si më thonë, edhe bashkëpunim sa më të madh me gjykatat e shkallës parë, që së paku arsyet procedurale të kthimit të lëndëve në rivendosje të evitohen në masën më të madhe. Çështet pastaj të gjendjes faktike dhe vlerësimit të drejtas materiale, në çështje që mundet edhe vetë gjykata e instancës 2 apo 3 të vendosë dhe të mos e kthejë lëndën në vendim ose në vendosje sërish në gjykatën e shkallës parë. Ndalemi pak dhe flasim për kapacitetet. Cilat janë kapacitetet e gjykatës së apelit dhe ku evidentohen mungesat të theksuara? Momentalisht në gjykatën e apelit janë rreth saktësisht janë 60 gjyqtarë, pa i përfshin këto 2 gjyqtarë të divizionit të Mitrovicës, të cilët për arsye të njëra dihet që janë një status të dorëheqjes së pa konfirmuar. Po ashtu i kemi një numër të konsiderueshëm edhe të bashkëpunëtorëve profesional, rreth 45 sa mora informacion, dhe stafi tjetër është staf, si më thonë, administrativ. Tash krahasu me gjykata tjera, gjykata e apelit normalisht tu pas parasysh jurisdiksionin e saj ka goxha staf, është një gjykatë shumë e madhe, por nuk është mjaftueshëm, themi, e plotësuar me staf. Nuk mjafton nganjëherë veç të jetë numri mjaftueshëm i gjyqtarëve. Ne vazhdimisht e themi këto që për çdo gjyqtar realisht duhet të ketë 1 ose 2 bashkëpunëtorë ose 1 bashkëpunëtor dhe 1 zyrtar ligjor. Ani që është gjykata e shkallës 2 në lemin penale pothuajse secilla lëndë tash me bazën e ankesës mbahet dhe seancë, normalisht ajo kërkon angazhim shtesë të stafit. Mendojmë që sfida kryesore tek ne edhe ajo që kemi kërkuar vazhdimisht është që të zbatohet ligji, e që sipas ligjit për gjykatat dhe dispozitave tjera të ligjit për Këshillin Gjyqësor, parashihet që një gjyqtarit t'i takon së paku një bashkëpunëtor profesional ose një staf tjetër, nuk është e thënë se në fundit edhe zyrtar ligjor. Kjo ende tani nuk është plotësuar. Përveç asaj, në gjykatën e apelit është edhe pak më specifike sepse për shembull për shkak të jurisdiksionit që ka në tërë territorin e Republikës Kosovës, gjyqtarët të cilët janë kujdestar, ta zonë lemisë penale të departamenteve të ndryshme, qoftë përgjithshëm, departamenti i krimeve të rënda ku numri më i madh, apo edhe special, ballafaqohen përgjatë muajit kujdestarisë ballafaqohen me numër të madh të lëndëve që vijnë me paraburgime, përkatësisht të ashtu quajtur në procedura paraprake apo dhe penale të ndryshme. Dhe këtu, përmes me pas vonesa ose për mu trajtu mbrenda afatit kohor, ne kemi kriju një lloj task force, si më thonë, kjo ka qenë, që një numër i caktuar i bashkëpunëtorëve janë të angazhuar dhe punojnë vetëm me lëndë të natyrave të zonë paraburgimeve ose të penaleve të ndryshme. Dhe gjyqtari që është kujdestar, automatikisht këta janë në shërbim, këta bashkëpunëtorë, se ky staf është në shërbim të tyre. Sepse përndryshe është e pamundur, përçëse ta zonë është çështje teknike, ndoshta edhe operative, por sa për dijenin tuaj, nëse një gjyqtar ka një staf, por në kohën kur i vjen muaji kujdestarisë me atë staf ai do të jetë totalisht i bllokuar, me një staf. Po do të thonë çysh kemi vepruar ne të ketë një task force ose themi të jetë një lloj njësie brenda që merret me trajtimin e situatave të caktuara që në këtë rast janë paraburgimet. Shpesh herë ndodh, për shembull, që na vërshon një numër i madh i paraburgimeve dhe ne detyrohemi që përveç kësaj njësie që merret vetëm me çështjet paraburgime dhe penale ndryshme, ti marrim lëndat të shpërndajmë në gjithë nivelin e bashkëpunëtorëve të gjykatës së apelit. Në mënyrë që ato lëndë të trajtohen sa më shpejt sepse dihet që janë lëndë më urgjente që munden me ardhur. Por në raport me çështje tjera, me stafin tjetër, normalisht që ne i kemi ato
propozimet tona, kemi vendet që janë pa plotësuar, ju kemi drejtuar Këshillit Gjyqësor. Këshilli Gjyqësor është në procedurë të rekrutimit të disa pozitave. Disa tjera mbarën edhe prej mundësive buxhetore. Normalisht jemi koshient edhe për atë çështje, por në përgjithësi tham që me gjyqtar, gjykata e apelit për momentin qëndron mirë. Përjashtimisht aspektit të departamentit administrativ që e ceka pak më herët, që aty duhet punu gjatë këtij viti. Në raport me stafin administrativ kemi nevojë më napërka, sidomos me bashkëpunëtor profesional dhe disa pozita tjera që ju kemi drejtuar Këshillit Gjyqësor që kanë bënë më shumë me administratën e gjykatës. Cili është roli i gjykatës të apelit në harmonizimin dhe ndërtimin e standardeve të politikës ndëshkimore, një prej temave që po vazhdon me qenë problematike? Po, shqyqoni, gjykata e apelit duke qenë që është gjykata e instancës shkallës dytë, normalisht që e ka ndikimin e vetë edhe ka efektin e vetë në harmonizimin qoftë format vendosjes për në këtë rast edhe politikës ndërshkimore. Ne kemi marrë disa takime, qoftë brenda gjykatës apelit, qoftë në kuadër të, si më thonë, punëtorive të përbashkëta edhe me gjykatën supreme, ku objekt diskutimi kanë qenë harmonizimi qoftë i formës vendosjes, po edhe i politikave të caktuara ndëshkimore. Nuk mund të them që jemi të kënaqur me këtë nivel, si më thonë, të harmonizimit të praktikës. Gjykata e apelit vazhdimisht bën përpjekje për afrim të qëndrimeve, themi, por të jemi korrekt, harmonizimin e praktikës gjyqësore sipas ligjit e bën Gjykata Supreme. Tash kjo nuk do të thotë që secila lëndë duhet të shkojnë në Gjykatën Supreme dhe të gjej atje vendim, themi kështu, ose një formë vendimit unifikues, sepse dihet që afër 80 ose 85% lëndë përfundojnë në Gjykatën e apelit dhe nuk kanë mundësi me përfundu, themi, edhe me shkërtu në Gjykatën Supreme. Por prapë po tham që përpjekje ka, por ta kemi parasysh që është një numër i madh gjyqtarëve. Në Gjykatën e apelit janë për momentin 60 gjyqtarë që punojnë aktivisht, domethënë në fusha të ndryshme, në departamente të ndryshme, dhe ne çdo mbledhje të kolegjiumit që kemi të rregullt, pothuajse çdo muaj, përveç çështjeve të tjera diskutojmë edhe për çështje profesionale. Përveç kësaj, secili gjyqtar që mundet me pas një dilemë ose një çështje që e sfidon në vendosjen e tij për një rast të caktuar, e kemi krijuar një praktikë që mund t'i drejtohet automatikisht udhëheqësit të departamentit përgjithshëm ose udhëheqësit të divizionit civil, dhe këta janë të organizuar sipas autorizimit tim që me njëherë të organizojnë një lloj kolegji profesional. Por kemi kolegje të rregullta që i marrim çdo muaj, por sipas nevojës mbahen edhe kolegje të profesionale ku diskutohet strikt vetëm për çështje profesionale. Dhe për shembull vetë gjatë vitit 2025 ne disa herë jemi taku, kemi biseduar dhe kemi gjetë qëndrime dhe për, si më thonë, mendimet e paraafërta për çështjet e caktuara dhe mendojmë që kemi dhënë përgjigje për disa çështje që kanë të bëjnë me praktika ose vendosje për situata dhe çështjet e caktuara. Tashti, a është çdo gjë unifikuar dhe a ka hapësirë për mu unifikuar dhe më tutje ose për më ndërmarrë masa, për me ngrit nivelin e kësaj fushë, normalisht që ka, por janë do situata që nganjëherë po krijohen si më thonë si rezultate e vendimeve të gjykatës shkallës parë, nganjëherë si rezultate e vendimeve të gjykatës shkallës tretë, jemi korrekt, nganjëherë po ndryshon edhe baza ligjore, domethënë situatat, gjendja faktike është pak problem me pritje çdo situatë në mënyrë uniforme, domethënë do ta ketë edhe përfundimin e vet. Normalisht që qytetari ka të drejtë të ketë një lloj pritshmërie ose ta ketë një lloj parashikueshmëri për formën e vendosjes, por mendoj që Gjykata e apelit prapë është duke bërë përpjekjen maksimale që vendimet janë, si më thonë, të përafërta për situata të cilat janë të përafërta. Këtu kemi më shumë problem të çështja politikës ndëshkimore, jo vetëm ne si Gjykata e shkallës 2, po edhe vetë instanca e shkallës parë dhe shkallës 3 është nxjerrë një uzus prapë sfundit tash i ri i politikës ndërshkimore prej Gjykatës Supreme, është të bëjë përpjekje që sa më shumë mu praktiku dhe mu zbatu në praktik ai uzus. Nuk kam informacion të them drejtën sa deri ku është arrit në kuptim të zbatimit të atij uzusi, po besoj që ka sfidat e veta edhe uzus, por ndoshta për disa gjëra duhet pak edhe kohë për me pas si do të vinë rezultat. Kryetar, cili është raporti i gjykatës së apelit me mediat, shoqërinë civile, pra në kuptim të transparencës, cila është qasja që ka gjykata e apelit? Tani unë shpesh herë kam thonë me shaka që gjykata e apelit ende nuk ka marrë ndonjë vlerësim kështu të themi çmim në kuptimin e transparencës, po e ka marrë çmimin e publikut.
Ne jemi gjykata që për sa vite rresht e kemi numrin më të madh të vendimeve të publikuara. Bile shikova veç krahasimin e vitit 2025 me vitin 2024, domethënë janë diku në rreth 3500 vendime më shumë të publikuara në vitin 2024 sesa në vitin 2025. Pra si vjet diku për rreth 12000 vendime parafrasisht që janë tashmë me gabu decisivisht me statistikë saktë, po janë aty rreth 12000 vendime të cilat janë publikuar. Publikimi i vendimeve ka një mesazh, domethënë i bie që ajo çka punohet ju bëhet me dije të tjerëve. Edhe mendoj që këtu është ose vjen shprehje maksimalisht niveli i transparencës. Tani nuk janë gjitha vendimet që publikohet sepse janë disa lloj vendime të cilat kanë bëjnë me një kategori të caktuar të pjesëmarrësve në procedura të cilat nuk duhet publikohen ose nuk mund të publikohen konform rregullativës ligjore. Normalisht që ka gjyqtarë që janë pak më neglizhent, tham kështu, në publikimin aty në ditë, kanë qenë, se tash kohën e fundit normalisht edhe ata e kanë pas, sepse në vlerësimin e performancës së gjyqtarit është një pjesë që merret për bazë edhe vetë shkalla e publikimit të vendimeve, pra është çështje e interesit se sa gjyqtarë që më publiku sa më shumë vendime. Përveç çështjes vendimeve, ne brenda vitit 2025, sa mujta me vlerësu, i kishim pas rreth 700 kërkesa për pyetje, baza ditore, themi kështu, nga aktorë të ndryshëm jashtë gjyqësorit. Në krejt pyetjet kemi dhënë përgjigje. Nuk ka asnjë email që na ka drejtuar me marrë një pyetje ose me na kërkuar një çështje me dhënë një sqarim që nuk ka marrë përgjigje. Të paktën me dijenin teme nuk ka. Po ashtu ka pas kërkesa në numër të caktuar edhe për çastin dokumente zyrtare. Ne të gjitha jemi përgjigj. Pastaj ka pas kërkesa normalisht edhe për pjesëmarrje në kuadër të takimeve ndryshme, intervista e tjera, vizitat ndryshme studentore, vizitat kategorive ndryshme, pra në një farë mënyrë gjykata e apelit është mundu që gjitha këto kërkesa me qenë dhe me reflektu pozitivisht, me qenë sa më hapur, sa më transparente në mënyrë që vetë llogaridhënia të jetë në nivelin maksimal. Vlerësojmë që kjo është një standard që është arrit prej gjykatës së apelit, edhe ky standard duhet punu që të mbahet edhe në të ardhmen. Kryetar, sa lanë të korrupsionit dhe të krimit organizuar i keni punë në gjykatën e apelit dhe a trajtohen me prioritet? Momentalisht, në bazë të informacioneve që i kam, janë rreth 42 landë që janë në punë, janë landë që pra janë trashëguar edhe nga vitet e kaluara dhe disa landë që kanë ardhur tani në këtë fillim vit të vitit 2026. Sigurisht që këto lande kanë prioritetin e vet dhe gjykata e apelit bashkëpërkatësisht gjyqtarë të caktuar në departamente që merren me këto lande e kanë si më thonë vëmendje që duhet këto lande të përfundohen. Jo vetëm që e kanë vëmendje, po janë edhe disa obligime që arrjedhin qoftë nga ligji, qoftë nga dokumentet tjera që i kanë nxjerrë Këshilli kuptimin e dokumenteve strategjike apo strategjive të caktuara, të cilat ja u japin prioritetin tyre landeve, për më tepër që kërkohet edhe të informohet autoriteti kompetent për datën kur është përfunduar vendimi dhe mënyra se si është përfunduar ai vendim. Këto janë landë që besoj e dini edhe ju që kërkojnë kohë pak më shumë për të zgjidhur, janë landë komplekse për nga natyra tyre. Dhe nganjëherë po ndodh që edhe po zgjasin më shumë, zgjat edhe pjesa e përpilimit vendimeve që e përmenda pak më herët, por janë landë që i kanë vëmendje gjyqtarët. Dhe që tham tash këtu në departamentin special që ekziston në kuadër të gjykatës së apelit, jam munduar vazhdimisht që me përkrah tham kështu kushtimisht më shumë se sa departamente tjera, sepse e kanë një rregullore të veçantë që kërkon që këta gjyqtarë normalisht kanë përkraje pak më shumë të pas parasysh edhe angazhimet që i kanë edhe vetë natyrën e landeve me të cilat merren, por gjithnjë brenda mundësive dhe kushteve që i kemi. Dhe deri më tani kjo ka funksionuar kësaj dhe këta gjyqtarë domosdoshmë për momentin janë të respektuar edhe aspektin domosdoshmë e trajtimit sa më shpejt në landë, por raportimet që i bëjnë raport me përfundimet ose vendosin që i kanë në raport me këto landë. Cilat janë sfidat në trajtimin e rasteve specifikisht të korrupsionit, sidomos në kuptim të dënimeve që shqiptohen dhe po ashtu në kuptim të vendimeve që merren, sidomos ka pas kritika shumë ndaj gjykatës së apelit për sa i përket lirimit të shumë prej rasteve ku ka pasur dënime që janë shqiptuar nga shkalla e parë, edhe pse as në shkallë parë nuk është që ka pasur shumë, sepse po vlerësohen si lëndë pak më të nxehta, lëndë që nuk po kryen edhe hetimet si duhet ndoshta në shumë raste
nga ana e prokurorisë. Po në ato raste kur po ka dënime, edhe në gjykata e apelit po ka probleme. Po sigurisht që këto lëndë e tham në gjatë bashkëbisedës që janë lëndë më sfiduese në vendosje dhe normalisht që kjo projektohet pastaj edhe në vetë nxjerrjen e atij vendimi dhe formës së vendosjes përkatësisht trajtimit të lëndës gjykatës shkallës parë. Tani, më thon drejtën, nuk besoj që nuk është e imja që t'hi në analizë detajet aty në vendim, për më tepër që nuk jam edhe gjyqtar i asaj fushë, por nga ajo që muj me vërejt, me të vërtetë shihet që një numër i madh i këtyre lëndëve të themi që janë më problematike ka përfunduar me aktgjykime liruese. Tani gjykata e apelit, po besoj edhe instanca trete ka krijuar një lloj standardi të administrimit të provë, po standard profesional që mbeten pranë atyre qëndrimeve të tyre dhe tani besoj që edhe prokurorit e niveleve përkatëse sigurisht që e kanë dijeni se si një provë duhet administrohet apo cila është ajo gjendje faktike e cila duhet arrijë në nivel të caktuar të besueshmërisë që pastaj ta kaloj filtrin e gjykatës. Është çështje e gjyqtarëve, përkatësisht kolegjeve gjykuese në gjykatën e apelit të departamenteve përkatëse që t'i vlerësojnë vendimet e gjykatës shkallës parë përkatësisht edhe vetë procedurën, se si ka ardhur deri ajo vendosje tu fillu për procedurës hetimore që thatë ju, pastaj ngritjes aktit akuzues edhe marrjes së një vendimi. Pra nuk kisha mund shumë më tepër në drejtim, por besoj që ka çka diskutohet sepse ne biseduam më herët që raportet institucione më kredibile, qoftë jashtme po ato të brendshme, e konstatojnë këtë gjendje dhe ne nuk mund të heshtim ose të themi që është mirë, sepse shumicën e rasteve këto janë aktgjykime liruese. Tani, a është fajt e policia, a është fajt e prokuroria, apo është gjykata shkallës parë, apo shkallës dytë, është çështje e cila duhet të debatohet, të diskutohet. Instituti i Kosovës për Drejtësi vazhdimisht në proces të monitorimit edhe analizimit të vendimeve gjyqësore ka ngritë shqetësime në lidhje me cilësinë e arsyetimit të vendimeve gjyqësore. Problem ky që edhe është pranuar në fakt nga vetë përfaqësues të gjyqësorit. A është bërë diçka më konkrete që të ngritet kjo cilësi edhe në vendimet që nxirren dhe arsyetohen nga gjykata e apelit? Po, besoj që kjo mas shumë ti ka për target, si më thënë, vendimit të gjykatës shkallës parë, se realisht aty pritet edhe arsyetimet janë më, si më thënë, profesionale dhe më gjithë përfshirëse ose përmbajtësore. Normalisht që edhe gjykata e apelit në rastet të caktuara, çfarëdo qofshin ato, e ka obligimin e vet që vendimet e saj të arsyetojnë në formën që kërkohet dhe në mënyrën ose standardin që do duhet ishte. Por prapë tham, pesha kryesore i bie gjykatave të shkallës së parë. Sigurisht që ka hapësirë për përmirësim edhe në këtë drejtim, si në gjykatën e shkallës parë, mendoj edhe në gjykatën e shkallës dytë. Kjo është një çështje që vazhdimisht na ka preokupuar dhe më thon drejtën, pjesa kryesore e vendimit është vetë arsyetimi. Ne dispozitive mund të ketë dy të rreshta, po pse ka ardhur deri ai dispozitiv, ta vendosje duhet dhënë përgjigjen në çet pjesën që i themi në atë arsyetimit. Këtu tash janë shumë faktorë që ndikojnë. Gjyqtari prej gjyqtarit dallon, gjenerata ose brezi për brezit dallon, edhe këtë e kemi vrejt për shembull si dallim. Gjyqtarët që kanë marrë ekspertiza jashtë ose janë shkolluar ose janë profesionalizuar jashtë prapë kanë, si më thon, formën e vet vendosjes, por në bazë të ligjit të procedurës kontestimore, me qenë se jam gjyqtar i lemisë civile, me ligj është ta paraponet tekstualisht struktura vendimit gjyqësor. Pra, çka duhet përmbajë? Në 160 atje paragrafi 5 i LPK-s e paraqes saktësisht se çka duhet përmbajë dhe si do të jetë vendimi. Tani aty janë, si më thon, të paraponë pjesë kryesore të vendimit. Sigurisht që cekët edhe pjesa arsyetimit. Dhe në pjesën e arsyetimit kërkohet që gjyqtari ta jap maksimumin e vet. Ta bëjë atë që quajmë na ta zbërthej maksimalisht silogjizmin gjyqësor ose arsyeën se pse një gjendje faktike ose një normë ka arrit ta përshtat ose si e ka përshtat me vetë atë gjendje faktike. Dhe mendoj që nuk është mirë, ndoshta të kemi shumë vendime kur gjykata shkallës dytë ja prish vendimin e gjykatës shkallës parë, pikërisht për shkak të shkeljes së 160 paragrafi 4 apo 5, duke i thonë që vendimi nuk i përmban strukturën e caktuar. Pra është përtej dhe mendoj që është edhe më signifikative se sa veç mungesa arsyetimit ose arsyetimi jo i duhur.
duhet punu në këtë drejtim, besoj që kontribut duhet dhënë pak edhe përmes Akademisë së Drejtësisë, por kjo ka të bëjë më shumë me shprehjen afinitetit e secilin gjyqtar, se sa është në gjendje me arsyetu ato që don me thonë, si më thonë, dhe po flas të paktën nga ana perspektiva e gjykatës apelit, çdo herë kur diskutojmë për çështje profesionale, mundohemi dhe i themi njëri tjetrit dhe i thamë edhe gjyqtarëve që një lëndë kur të kthehet në rivendosje, duhet ta keni parasysh që nuk i drejtoheni veç gjyqtarit, po ju drejtoheni edhe publikut. Duhet me kuptu si gjyqtari, si ai që e përcjell gjykimin, po edhe qytetari ose përkatësisht pala se pse një lëndë është kthyer në rivendosje dhe çka duhet bë pastaj prapë në rivendosje. Tash ka disa që nganjëherë ndoshta edhe nuk ja dalin me dhënë mesazhin, ka raste që edhe gjykatat instancave tjera nuk e kuptojnë ndoshta mesazhin, por ka përpjekje maksimale që arsyetimi të jetë gjithnjë më nivel. Cilat janë 3 problemet kryesore strukturore me të cilat përballet sot gjykata e apelit, nëse ka tilla? Po, shiqoni, unë thash si vitin 2026, po prognozoj që aspekti i lemisë administrative ose i gjyqësisë administrative do të jetë më sfiduesi. Kjo për faktin që veç gjykata administrative themeve që i ka filluar, si thonë, ka filluar milshu rrojt e vetë tam ashtu si thot populli, dhe ne duhet jemi të përgatitur në nivelin e gjykatës së shkallës së dytë. Duhet thonë që për neve është urgjente ose është shumë e nevojshme që nga ana e Këshillit Gjyqësor të kemi veprim në këtë drejtim. Pra, ne brenda 3-4 muaj do të mbesim në departamentin administrativ me një gjyqtar. Ta keni parasysh, departamenti administrativ i gjykatës apelit është për krejt territorin e Republikës Kosovës. Dhe mund të thoni tash po si ja keni dalë detash. Detash është dashur me bë improvizime të caktuara përmes planit të punës, i cili është aprovuar edhe për Këshillin Gjyqësor, ashtu që një gjyqtar është marrë prej lemisë civile, është angazhuar aty, pastaj edhe unë si kryetar një pjesë të lëndëve, domthonë një gjyqtar që ka avancuar në gjykatën supreme i ka marrë, por kjo nuk është zgjidhje permanente, kjo është një zgjidhje ad hoc në mënyrë që ky departament, si më thonë, të funksionojë dhe mos të ketë probleme më të mëdha. Por si vetë sfida kryesore mbetet që departamenti administrativ të jetë jo vetëm të jetë funksional, po të jetë i përgatitur për sfidat që vijnë dhe ballafaqimet që do t'i kemi me gjykatën e re administrative. Pastaj plotësimi i numrit të stafit, sidomos bashkëpunëtorë profesional. Me të vërtetë e kemi thënë disa herë, po edhe në raportet, po edhe në takimet që kemi pas me Këshillin Gjyqësor. Është e papranueshme një gjyqtar i gjykatës apelit 15 ditë ta zombi një fushë të caktuar, që në këtë rast është lëmia civile, që është prapë më ngarkunja, po gjithmonë detyrohemi që aty të lojmë më së keqti, sepse janë lëmi tjera që ndoshta kanë më shumë prioritet. Për 15 ditë ai gjyqtar mos të ketë me kënd punojnë në zyrë. Pra, është një bashkëpunëtor që duhet me punu me 2 gjyqtar, 15 ditë një gjyqtar, 15 ditë një gjyqtar. Këtu janë rrethonat dhe këtu janë mundësitë. Ne po flasim për një situatë ku ndoshta me ardhen ose me pasjen e numrit mjaftueshëm të bashkëpunëtorëve dhe efikasiteti kishte më qenë shumë më i mirë, pa automatikisht kishte më krijuar një lloj, si më thonë, para kushtit që edhe profesionalizmit ngritet, sepse kur ke staf dhe ke përkrahje, përveç ka ndikim kjo në numrin e lëndë të përfunduar, normalisht që do të ketë mundësi pastaj edhe në ngritjen e profesionalizmit. Gjyqtari do të ketë mundësi pak edhe të hulumtoj, ta përcjellë bazën e hudokut, themi, në gjykatën e Strasburgut apo sistemet gjyqësore në region, sepse sistemet janë të tilla që marrin, japin nga njëri tjetri, si më thonë, kështu krijohen edhe praktikat më të mira. Por për momentin, mbi bazën e kësaj gjendje që kemi, pra për momentin nuk ka mundësi të realizohet kjo. Dhe kjo paraqet edhe një lloj problemi që e përmendet ju. Si sfidë e tretë kisha më thonë edhe kushtet teknike të punës në gjykatën e apelit. Për shembull, është ngritë edhe kjo, është ndjeni, besoj edhe publiku, po edhe ju që për momentin jemi të ballafaquar me një situatë që në kushtet e punës nuk janë, si më thonë, të kënaqshme në gjykatën e apelit. Sa kam informacion sfundi, Pallati i Drejtësisë ka kaluar në menaxhim të Këshillit Gjyqësor, por nuk ka ndonjë shtim buxhetit ose ndonjë buxhet veçantë që Këshilli Gjyqësor përkatësisht sekretariatit do të mund të menaxhonte në kuptimin e përmirësimit të këtyre problemeve që i ka Pallati i Drejtësisë. Kjo nuk është, si më thonë, e fshehur, por është publike që në Pallat të Drejtësisë prej momentit fillimit të punës në këtë objekt ka pas probleme të ndryshme, qoftë prej ashensorëve, qoftë prej aerosis, klimatizimit, qoftë për shkak të mungesës së nxemjes,
mungesës së sigurisë, ne kemi një problem shumë serioz për shembull në Pallat Drejtësisë që niveli i sigurisë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Absolutisht kemi disa probleme tjera, pastaj me vetë amortizimin e këtij objekti, sepse është një objekt që do mbajt dhe tani ky i kalon veç 10 vjet që është në përdorim, pra secili objekt themi ashtu e ka kohën e vet edhe të përdorimit, po e ka kohën kur duhet intervenuar në kuptimin e ndoshta ndërhyrje më të mëdha strukturore, gjë që deri më tani nuk është bën. Deri tani është menaxhuar në atë kuptimin që aty ku është paraqit një problem emergjent, është intervenuar sa është pas mundësi, por nuk ka pas ndonjë, si më thon, intervenim ose ndonjë mirëmbajtje më të gjatë ose më të madhe të objektit. Kjo do të jetë një problem shumë i madh, edhe mbas diskutimeve që i kemi pas me aktorë të Këshillit Gjyqësor dhe sekretariatit të Këshillit Gjyqësor, është thonë që problemi kryesor për ata si menaxhment edhe menaxhera, si më thon, të sistemit do të jetë menaxhimi pikërisht i Pallatit të Drejtësisë, të ditë që këtu janë institucionet kryesore, organet kryesore të drejtësisë të stacionuara në këtë pallat. Kryetar, kur jemi këtu dhe te këto nevoja që i ka gjykata apelit, por në përgjithësi edhe ky objekti Pallatit të Drejtësisë, çfarë pritshmërish keni nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe a ju ka ndihmuar deri tash brenda asaj çka ka mujt, sepse i theksuat që edhe ata kanë problemin e buxhetit, që ju të keni kushte të dukurat të nevojshme të punës? Shqeqoni gatishmëria për me na ndihmu s'ka mungu asnjëherë. Ne jemi një, si më thonë, edhe normalisht që pritet prej tyne që përkraja të jetë maksimale. Adresa e parë për neve, për çfarëdo qoftë problemi që e kemi këtu në kuptimin teknik ose operativ, është sekretariati i Këshillit. Por mundësitë janë këto që janë, e tham, shpeshherë ndodh që kanë njëherë tham me shaka edhe me vetë kolegët e sekretariatit, tham ato emailët tona bëhen një lloj çarkullimi kështu në formë sfere, kështu domthon prej poshtë nal dhe prap kthehet emaili përfundon te unë, domthon shkon në shumë instanca dhe përfundon prap njëjtë te unë, sepse nuk kemi adresë të duhur se kush me vepru. Pa mjete financiare është e pamundur me reagu. Ne kemi problem çështën e printimit vendime për shembull. Është një lloj kontrata që është nënshkruar, nuk e di nga cili autoritet, që në një farë mënyrë na ka obligu tash që tonerët, vinë disa tonerë të mëdha, të vendosen nëpër korridore dhe secili gjyqtar të ketë qasin ato tonera. Nuk është sikur më herët printerën t'i kenë nëpër zyret e veta, por tani printerët janë disa printerë të mëdha nëpër korridore dhe gjyqtar probleme kjo edhe për shkak të natyrës specifike të punës, vendimeve, çasja e shumë personave në dhe këto kemi pas diskutimin më të madh në fundit domosdoshmë me sekretariatin e Këshillit që gjithashtu janë të pajtimit që është problematike kjo çështje, por me sa kam informacion është diçka që është përtej autoritetit tyne, pra është një autoritet tjetër që ka vendos për këtë çështje, nuk jam shumë i sigurt në drejtim. E di që kanë reaguar disa herë, ja u kanë tërheq vërejtjen. Përveç asaj që thatë ju, natyra specifike e disa departamenteve që dokumenti ti mund ndodh që e printon, derisa shkon atje veç e ki dikush aty kishe rastësisht e merr, ose mund ndodh që edhe rastësisht e ka marr. Po vetë natyra e komunikimit gjyqtarit prej një zyre në fund korridorit, të pas parasysh të mund ndikon në kohë. Dhe kjo efektin e vet pastaj ose përkthehet në ato që quhet mungesë edhe efikasitetit. Nuk ka zgjidhje e duhur për mendimin tim, edhe të shumicës gjyqtarëve. Në disa mbledhje të kolegjiumeve kemi diskutuar dhe është ardhur kërkesë konkrete e gjyqtarëve që t'u drejtohemi Këshillit, i themi që kjo zgjidhje nuk është të funksionuar. Ata janë të pajtimit, por me gjasë është përtej autoritetit tyre. Pra, mungesa e përkrahjes së paku morale nga ana e Këshillit dhe sidomos e sekretariatit të Këshillit Gjyqësor nuk ka mungu, por mundësitë janë këto që janë. Ne Pallati i Drejtësisë është një objekt jashtëzakonisht i madh. Domthonë sa është mbi tokë, i ka edhe 3 kat nën tokë. Ka probleme të mëdha edhe në atë pjesën e arkivave poshtë. Në disa pjesë kemi disa për shembull pajisje, gjësende që janë bartë prej kohës së gjykatave të qarkut, që sot e kësaj dite nuk kemi arriti hapim ato gjana, të shohim se çka ka mbrenda, sepse nuk kemi, si më thonë, edhe njerëz adekuat fushës përkatëse, sepse nuk e dim çka mund të ketë në ato sefe. Ata janë të informuar për këtë problem, për shembull, prej anës time, kanë ardhur, kanë bën shiqimin, por thjesht nuk kanë pas mundësi me vepru matutje për te kësaj. Mendoj që do të jetë sfidë, siç e thash edhe më herët, për sekretariatin që në kuptimin e përgjithshëm të administrojnë jo vetëm tham kështu sistem në përgjithësi edhe objekte tjera, po sidomos Pallatin e Drejtësisë.
Në objekte tjera, unë kom dali, kom vizitu, është gjendja pak më e menaxhueshme. Janë objekte të cilat me të vërtetë janë ndërtuar në të themi konform standardeve, janë objekte të cilat ndoshta janë ndërtuar dhe më herat po i plotësojnë kushtet për një punë të mirë, për kushtet e punës. Kurse Pallati i Drejtësisë të pas parasysh vetë masinë e tij, po dhe numrin e stafit që punon, numrin e rasteve që vijnë, vetë numrin e madh të institucioneve që janë stacionuar në këtu, do një vëmendje shumë më të madhe se sa që e ka pas deri më tani, po jo vetëm vëmendje morale, themi kështu, dhe deklarative, por edhe vëmendje themi funksionale dhe praktike. Kryetar, një prej temave që është diskutuar kohëve të fundit në publik është edhe çështja e ngritjes së taksave gjyqësore. Ka pas pra kritika për çmimet të cilat janë rritur, këto taksa thjesht për një kategori të qytetarëve ndoshta mund të jenë edhe të papërballueshme. Ka pas kritika se ndoshta kjo është bërë me qëllim që me i dekuraju një pjesë që mos me u qas sa duhet gjykatës, në mënyrë që mos me pas landë shumë gjykata, edhe kjo me qenë një prej formulave që e ul numrin e landëve të pazgjidhura në gjyqësor. Çu e keni pa këtë debat? Jo, që tham të vërtetën në start mendoj që nuk është që ka qenë ose ka mund me qenë ajo arsye që të ngritën taksat në mënyrë që mos t'i jepet mundësia qytetarit me drejtu gjykatës përkatëse kjo vlen sidomos në çështje civile, tham e drejta qytetarit për me pas një autoritet që ka me vendos për një çështje që kërkon drejtësi, normalisht nuk mundet ju me hu në këtë rast nga autoriteti gjyqësor, por qytetari duhet ta kuptojë edhe një gjë që drejtësia civile çdo kund e ka koston e vet. Tani unë nuk ka që kam tham drejtën, nuk ka që jemi kam qenë involvu në këtë procesin e ndryshimit të këtyne taksave gjyqësore, por mendoj që taksat gjyqësore deri më tani kanë qenë në nivel mjaft të ulët. Shqiptari gjyqësori e ka koston e vet, e ka çmimin e vet të operimit ose të veprimit. Normalisht ne nuk mund të themi tash qytetari duhet me financu gjyqësorin në mënyrë që ne pastaj të jemi në nivel sidomos në rrethonat në të cilat po jetojmë. Rrethonat, shkalla zhvillimit ekonomik, varfëria e tjera pajtohena plotësisht me këto. Por nëse morim trendin e shohim inflacion e tjera, nëse morim trendin e shteteve në regjion, shohim që në përgjithësi çdo kund thuajse taksat kanë qenë në një nivel më të lartë. Tani a janë përshtatshme me rrethonat tona faktike ekonomike apo jo? Më thon drejtën tash është një kohë shkurt që kanë filluar mu zbatu dhe ndoshta është pak problem edhe në përgjigje, por vlerësoj që Këshilli Gjyqësor është shumë fleksibil në këtë drejtim dhe varësisht prej situatave që do të krijohen ose gjendjes se cila mund të krijohet, eventualisht prap ndoshta mund me rishiku, nuk muj me dhënë përgjigje ma detajuar në drejtim sepse s'jam koni përfshin në këtë proces, por ajo që është mirë ta kuptojnë dhe që e tham edhe publikisht po edhe privatisht është që për dallim për drejtësisë penale, drejtësia civile çdo kund e ka koston e vet. Nuk do duhet ta bënim në atë kuptimin që mu keq kuptuar prej tjerëve, që më thonë që ai që pagun edhe merr drejtësinë, por e ka koston e vet në kuptimin e vet, si më thonë, financimit ose përfundimit të një procedure që ka të bëjë me financimin e një lloji ekspertize, me një lloj takse, me një lloj angazhimi të ekspertizave të ndryshme, të cilat normalisht që pastaj ato fillimisht duhet i paguaj pala që i propozon, eventualisht pastaj të rimbursojnë mbej palës që i humb. E përmendet inflacionin, për inflacioni ka efektin e vet, ka ndiku të gjitha, si më thonë, sferat e jetës, edhe të ata që përpilojnë ekspertiza. Unë e maj mend kur kam qenë fillim në gjykatën komunale në atë kohën Prizren, për një ekspertizë, eksperti X për shembull, ta zon të lemisë së gjeodezisë është pagu 50 euro. Po sot mundi me ditë ju sa është çmimi i një ekspertize. Ajo prap i fakturohet fatkeqësisht qytetarit. Cili do qoftë palas paditse në fillim, apo palës e cila humb kontestin, themi në fund, ndoshta e paditur apo ndoshta e bardh vet pala paditse nëse se fiton kontestin. Por trendi është në kuptim që të asoj që në përgjithësi inflacioni po edhe vetë shtrëngtimi, themi kështu i vet kostos së jetës, normalisht që mund me pas ndikimin e vet pastaj edhe në vet rritjen e kostove të themi kështu taksave gjyqësore. Unë nuk jam ndjeni shumë për bazat apo arsyet konkrete që janë bazuar në momentin që është marrë vendimi i tillë, por derisa është vendimi i Këshillit Gjyqësor, për neve është i respektueshëm dhe do ta zbatojmë, s'ka diskutim. Dhe tema e fundit për cilën kisha dashur me fol është se si ka funksionu asambleja e kryetarëve
të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës, cilat janë përfundimet edhe rezultatet që mujmë me i theksu nga kjo asambli. Po, në viteve të fundit, domethënë ka qenë një punë e rregullt e asamblesë së kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës në përputhje me aktin ligjor përkatës apo në ligjor, mënyra se si është parapat mbahen takimet, numri i takimeve, domethënë sa kam informacion rregullisht është zbatu ai instrument ligjor. Këto takime i kryeson kryetari i asamblesë, që në këtë rast është edhe kryetari i gjykatës supreme. Në këto takime diskutohen çështje të ndryshme, takimet mbahen në objektin e Këshillit Gjyqësor, deri më tani aty janë mbajtur çdo herë. Janë diskutuar çështje të ndryshme, për secilën temë që diskutohet, e kemi materialin përkatës. Aty ku vlerësojmë që ka bazë, ajo çështje që ngritet qoftë nga një kryetar ose nga një gjyqtar mbikëqyrës, merret si një lloj konkluzioni ose një përfundimi dhe si i tilli dërgohet Këshillit Gjyqësor, i cili në shumë raste deri më tani i ka marrë për bazë ato rekomandime apo konkluzionet tona, i ka bën, si më thonë, i ka trajtuar në kuptimin e rendit ditës tyne si pikë të rregullta dhe ka vendosur për to, pavarësisht mënyrës se si ka vendosur. Por është një mekanizëm, themi kështu, shumë i mirë, shtesë, i cili përveç aspektet e takimeve formale apo jo formale që mund t'i kemi, qoftë në kuptimin e raporteve të rregullta ose raportimeve të rregullta në Këshill Gjyqësor apo dhe takimeve tjera, pra është një forum që kryetarët e gjykatave dhe një numër i caktuar me rotacion i gjyqtarëve mbikëqyrës takohemi në baza të rregullta, mbledhet çështjen parapane dhe ngrisim çështjet e caktuara, diskutojmë dhe ato çështje pastaj i rekomandojmë për vendosje në Këshillin Gjyqësor. Besoj që Këshilli Gjyqësor deri tash i ka pas parasysh çdo herë, pas parasysh prej vetë autoritetit që vinë ato kërkesa dhe mendoj që gjithnjë më shumë do të funksionalizohet raporti, si më thon, roli i kësaj asambleje dhe do të jetë një faktor kyç, besoj edhe në vetë drejtimin që do ta merr edhe vetë sistemi gjyqësor tani i Kosovës. Zotin Totaj, ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për diskutuar në këtë intervistë me kryetarin e gjykatës së apelit, zotin Balon Totaj, ku diskutuam për gjitha sfidat me cilat përballet gjykata e apelit, por edhe rezultatet e punës gjatë këtij viti. Gjithu që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Mosliu, mirëmbëjtje.